Partia Demokratike ka thirrur këtë të shtunë Kuvendin Kombëtar në Pallatin e Kongreseve, një takim që vjen pas rizgjedhjes së Sali Berishës në krye të kësaj force politike. Fokusi i këtij takimi është përcaktimi i linjave politike dhe organizative të partisë, ku procesi kryesor mbetet zgjedhja e anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar. Gjatë punimeve të kuvendit zhvillohet votimi për 200 anëtarë të rinj të këtij këshilli. Pas konstituimit të tij, Këshilli Kombëtar do të ketë si detyrë shqyrtimin dhe votimin e propozimeve të Sali Berishës për ekipin e ri drejtues të partisë. CNA ka zbardhur edhe listat zyrtare me emrat që kandidojnë për Këshillin Kombëtar. Siç shihet në materialet e siguruara, kandidaturat janë ndarë në 3 grupe të qarta: burra, gra dhe të rinj. Kjo ndarje synon të garantojë një përfaqësim të balancuar në organet drejtuese të partisë. Sipas udhëzimeve për delegatët, procesi i votimit ka kritere specifike për listën e përgjithshme. Votuesit duhet të përzgjedhin jo më shumë se 25 kandidatura, për kuotën e grave jo më shumë se 13 kandidatë, ndërsa për kuotën e të rinjve limiti është vendosur në 12 kandidatë.